Cinderella nga Gjoni nga ana tjetër ka zgjedhur një kostum të bardhë dhe një kostum blu. Kostumet kanë qenë me xhaketë dhe me lek poshtë. Pse kjo zgjedhje e Cinderellas? Mendoj që është edhe pak për të thyer atë kontrastin që ka mes Gridës dhe Cinderellës. Pra, nëse një vajzë apo grua zgjedh që të jetë pak më elegante, duhet një vajzë tjetër që ta mbysë pak duke qenë më masculine, sepse vetë kostumi të çon pak te gjinia maskullore. Në momentin që Cinderella vesh një kostum dhe për më tepër ka dhe një lek poshtë, do të thotë që ajo ka marrë shumë seriozisht fushatën zgjedhore dhe ka zgjedhur një gjë që është edhe safe, po në një kohë ngjan edhe bukur. Pra, ndryshe nga Grida, mendoj që pika e vet kryesore nuk ka qenë veshja, sa ka qenë se çfarë do thotë edhe si do dali në kamera me të folur më shumë. Me engine për të xhamit për ato që nuk e kuptojnë. Bardhë dhe blu. Pse këto dy ngjyra? Po. E bardhë njëherë është një ngjyrë që aksesor nuk ka pasur shumë, për shkak duart i ka pasur vetëm një unaz. Unaza Floriri, pra unaze që ajo i ka edhe në përditshmërinë e saj. Nuk është se ka vendosur diçka ekstra. Po ka një gjë Cinderella që e kanë parë gjatë transmetimit, se kur e ka kështu si pikë orientimi këtë unazën, pra sikur kur është në Shqipëri lart ka stilolapsin, po duket se do gjithmonë diçka, edhe unë kam fakt, po. Mirë, me çfarë note i vlerësojmë dy zonjat tona të nderuara? Jo, 10 patjetër. Po tash ma bëj çik diferencë, mos u bëj kaq diplomat. Po mirë, po them Grida 10 edhe Cinderella 8. Me që s'ka guxuar shumë. Okej.